Sigurisht pyetja është aq e madhe sa që ka nevojë për një tematik veçantë, trajtim veçantë që quhet daveti ose propaganda thirrja në islam. Mirë po shkurtimisht ne themi, padyshim që të ftosh njerëzit në fenë e Zotit është detyra më e mirë. Është gjëja më e mirë që mund bëj një musliman. E ka përmend Zoti xhalla xhelaluhu në Kur'an kur thotë: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Thot Allahu, a ka më mirë se sa ai që fton në fenë e Allahut, i fton njerëzit për te Allahu dhe për te feja e tij, dhe bën vepra të mira dhe thot un jam prej muslimanëve. Pra nuk ka njeri më të mirë se sa ky njeri. Ai njeri i cili fton njerëzit në fenë e Allahut, ai njeri i cili krahas kësaj bën vepra të mira, ai njeri i cili është krenar për mirësinë dhe begatinë e Zotit xhalla xhelalu që e ka udhëzuar në Islam dhe ka bërë për muslimanëve, padyshim se ky, thot Zoti xhalla xhelalu, është njeriu më i mirë. A nuk e ke dëgjuar ti se si urdhon Allahu xhalla xhelaluhu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që thot: "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin." Thuaj o Muhammed, tregoju njerëzve, kjo është rruga ime në të cilën unë i ftoj njerëzit me dije dhe me argumente të qarta. Unë dhe kushdo që ndjek dhe pason rrugën time, i lartësuar dhe i të lirësuar është Allahu për çdo tmete dhe unë nuk jam prej politeistëve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë, në hadithin e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu: "La in yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am." Që Allahu xhalla xhelalu të udhëzojë në dorën tënde qoftë edhe një njeri, është më mirë për ty se sa pasuria më e mirë që mund të jetë pasuria e kësaj bote, që ka qenë në kohën kur ka fol Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe vet e kushremta. Një njeri sikur të udhëzohet në dorën tënde. E që ti ftosh njerëzit në fenë e Zotit do të thotë se po ndjek rrugën e Nuhut alayhis salam, do të thotë se po ndjek rrugën e Ibrahimit alayhis salam, Musait, Isait, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, rrugën e profetëve të Zotit xhalla xhelaluhu. Për këtë arsye Zoti i ka pru pejgamberët në tokë, rusulan mubashirin wa mundhirin, li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ne kemi sjell profetët përgëzues dhe qortues në mënyrë që njerëzit mos kenë me argument ditën kur dalin përpara Zotit xhalla xhelaluhu, mbasi u kanë ardhur argumentet nga profetët e Zotit xhalla xhelaluhu. Pra nuk ka virtyt më të lartë, nuk ka cilësi më të mirë, nuk ka punë më të madhe se sa ti ftosh njerëzit në fenë e Zotit xhalla xhelaluhu. Për këtë arsye obligohet muslimani, kudo që të jetë në familjen e tij, në parafisin e tij, në shoqërinë e tij, në lagjen e tij, në punën e tij, të ftoj njerëzit në fenë e Zotit xhalla xhelaluhu. Nga një ftesa në fenë e Zotit xhalla xhelaluhu është me vepra më shumë se sa me fjalë, është me moral dhe me karakter më shumë se sa me majt ligjërata e me majt mësime. Kështu që njerëzit prej teje shohin moralin tënd, karakterin tënd dhe sjelljen tënde, mënyrën se si ti komunikon me njerëzit, mënyrën se si i ndërthur dhe i lidh raportet me njerëzit, kështu njerëzit përkthejnë islamin tënd. Qofse shohin tek njëri të vrazhd, një që s'din komunikoj, një që s'ka raporte, s'di të lidh raport mes njerëzve, sillet keq, i vrazhd, i zymt, ja thot ky është Islami. Kështu janë gjithë ata që vënë në xhami, sepse ai sheh një, e në bazë të asaj ai krahason të tjerët. Ashtu siç është edhe e kundërta e vërtet. Thon bravo qoftë gjithë ata njerëz të mirë. A shef si rregulloka njerëzit xhamia etj etj. Sidomos kur ti ke një të shkuar të hidhur dhe njerëzit e dinë të kaluarën tënde dhe shohin tek ti ndryshimet që ka bërë feja e Zotit xhalla xhelalu. Kjo është davja më e madhe. Por se kjo vllai nuk arrihet vetëm se me dije. Kjo nuk arrihet vetëm se duke lexuar librin e Zotit, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Khiyarukum fil jahiliyyati idha faqahu." Njerëzit më të mirë në mesin tuaj janë më të mirë ata që kanë qenë para Islamit nëse njohin mirë fenë e Zotit. Pra nëse njohin fenë e Zotit dhe kanë qenë të mirë më përpara dhe futen fenë e Zotit xhalla xhelalu, padyshim që ndikimi i këtyre njerëzve, ftesa e këtyre njerëzve për të tjerët në Islam është shumë më e madhe se sa njerëzit e tjerë. Për këtë arsye dija o vllajim, për këtë arsye dija o motra ime, sidomos nëse ti mbart në një simbol për simboleve të Islamit, dije se obligimi i Zotit mbi ty është i dyfisht. Përgjegjësia përpara Zotit është më e madhe, sepse ti deshe ose s'deshe paraqet Islamin. Për këtë arsye duhet të jesh shumë i kujdesshëm. Shumë i kujdesshëm kur je në rrugë, shumë i kujdesshëm kur je në punë, shumë i kujdesshëm kur je në autobus, shumë i kujdesshëm kur je në farefis, shumë i kujdesshëm kur je me njerëz të tjerë etj. Sepse njerëzit tonë ja Islamin. Ashtu siç ka ndodhur shumë herë, për hir të një personi
është akuzuar i tërë Islami, ose për hir të një personi është lavdruar gjithë Islami. Prandaj ti friksohemi Zotit xhallal xhelalu. E që ti ftosh njerëzit në fenë e Zotit është nder, është mirësi. Do të thotë se ty Zoti ka dashur me të zgjedh nga gjithë njerëzit për të futur ty në rrugën e profetëve të Zotit xhallal xhelalu. O vëlla, duhet me pas parasysh diçka, se kur i fton njerëzit në fenë e Zotit nuk do të thotë se njerëzit që ti i fton me moralin tënd, me sjelljen tënde, me fjalën tënde apo me punët e tua, nuk do të thotë që njerëzit pranojnë Islamin sa u thua ti. Njëri prej dietarëve thoshte shumë bukur. Njerëzit thotë kujtojnë se davja në Islam është nga mëngjesi ndarë, nga çastin çast. Profeti i Zotit sallallahu alajhi wasallam 13 vjet neti në Mekë dhe sa veta pranuan Islamin. 13 vjet dhe ishte profeti i Zotit dhe Zoti i pati thonë mrekulli. Megjithatë, numri të cilët e pranuan Islamin ishte i vogël, ishte i pak. Domethënë, njeriu e bën davetin dhe shpreson shpërblimin tek Zoti xhallal xhelalu dhe nuk duhet të kalojë njeriu në pesimizëm se ju përgjigjen apo se nuk u përgjigjen njerëzit. E rëndësishme ti mos lësh shenjat të këqija. E rëndësishme ti lësh shenjat mira tek njerëzit. Pastaj se kush përgjigjet ose nuk përgjigjet, kjo nuk është detyra jote. Prandaj te Zoti xhallal xhelalu i thot Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në Kur'an, kur pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam mërzitej kur njerëzit nuk futeshin në fe, sepse e dinte se çfarë do të presë këto njerëz nëse nuk futen fenë e Zotit xhallal xhelaluhu, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala athari min lam yu'minu bi hadha al-hadith asafa. Ti ndoshta ngushtohesh në vetveten tënde pse këto nuk i besojnë këtij argumenti. Oma ala rasuli illa al-balagul mubin. Nuk ka detyrë tjetër profeti vetëm se të kuptoj, vetëm se të shpall, vetëm se të paraqes atë që Zoti xhallal xhelaluhu ja ka shpallur atij. Për këtë arsye thotë pejgamberi sa në hadithin e saktë, "Wa ya'ti nabiyyun wa ma'ahu rahb, wa ya'ti nabiyyun wa ma'ahu wahid aw ithnan, wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad." Do të ketë pejgamber ditën e gjykimit që do të vinë që do të kenë njerëz deri në 10 veta, deri në 9 veta. Do të ketë për aty që do të kenë 2 veta që ja kanë pranuar ftesën. Do të ketë për aty në profetëve që do të vinë ditën e gjykimit me një njeri dhe do të ketë profet ditën e gjykimit që do të vinë pas një njeri. Pra ti mos shif rezultatet, as frytet. Ti ndoshta vdes dhe davja jote bëhet shkak që njerëzit të udhëzohen mas vdekjes tate. Prandaj dhe njeriu kudo që të jetë të lej mesazhin e bukur të Islamit, qoftë me buzëqeshje, qoftë me karakter të mirë, qoftë me moral të lartë, qoftë me fjalë të mirë, qoftë me një davë të lezetshme, të bukur, të hijshme, aty ku është thjedhrim, ja përshtat, aty ku është gëzim, ja përshtat, pa e tepruar, pa i vel njerëzit etj etj. Kjo është shumë e rëndësishme në davën tonë fenë e Zotit xhallal xhelalu. Kjo është në aspektin e përgjithshëm. Ndërsa nëse do dalim në aspektin specifik të davës, një njeri i cili vetveten e tij ja dedikon ftesës njerëzve në fenë e Zotit xhallal xhelalu, atëherë ky njeri del nga këto rregulla të përgjithshme, me kuptimin plus këtyre rregullave që ne i përmendëm, ky njeri duhet të plotësojë edhe disa kushte të tjera. E para, njohja mirë e fesë për të cilën ose në të cilën i fton njerëzit në të. Pra njeriu nuk mund të ftojë njerëzit në fenë e Zotit dhe nuk mund të marrë përsipër këtë detyrë qofse nuk e njeh atë që fton. Për këtë arsye, nëse je në një vend dhe hapet debati për në një çështje të Islamit dhe ti nuk e njeh, atëherë më mirë hesht. Sepse nëse ti do të flasësh dhe je pa dije dhe dikush tjetër flet pastaj aty në mezhlis, nëse ulesh nuk është problemi se ulesh ti. Problemi është se njerëzit do thonë ja Islami. Pra njohja mirë e asaj që i fton njerëzit në të. Ai njeri që fton njerëzit në fenë e Zotit duhet ta njohë mirë fenë në të cilën i fton njerëzit. Prandaj dhe ne themi, nuk është e lehtë që njerëzit me dal me bë davet e me lëviz e me shëtit e tjerë, nuk është çështje e lehtë. Ne themi sikur këto grupe që dalin dhe ftojnë, të uneshin, të kërkojshin dije, të kishin mësuar librat, usulul thalatha, kitabut tauhid, kashfu shubuhat, aqidatul wasitiyya, aqidatul tahawiyya, të kishin hedh Arba'in Nawawiyya, 40 hadithet, të kishin marr Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, të kishin marr Mukhtasarin e Buhariut, Mukhtasarin e Muslimit, halal, të kishin marr libra në fiqh, të kishin marrë nga tekstet e shkurtuara deri tek tekstet e zgjatura, të kishin marrë diçka në usul fiqh etj etj. Kjo është gjëja më e mirë. Atëherë kushti i parë të njohësh mirë fen, atë gjë që ti i fton njerëzit në të. Nëse nuk e njeh, atëherë mjaftohu me kategorinë e parë të davës që ne folëm pak më përpara. E dyta, njohja mirë e njerëzve që i fton.
Kur them njohja mirë njerëzve që i fton, domethënë duhet dish traditat e tyre, zakonet e tyre, kulturën e tyre, çfarë dijeni e kanë këta njerëz, çfarë njohin prej feve, çfarë dijeni kanë nga shpalljet qiellore, a janë ateist, a janë idhtar të librit e tjerë. Pra duhet i njohësh mirë njerëzit që shkon tek ata. Në mënyrë që mos bëhesh ti me dijenin tënde objekt bisede, po di se si të përshtatesh. Për këtë arsye Zoti xhalla xhelalu çfarë thotë në Kur'an? "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi." Ne nuk kemi sjellë ndonjë profet vetëm se me gjuhën e popullit të tij. Kanë thënë dietarët me gjuhën e popullit të tij nuk është kusht me e folmja vetëm, por se me gjuhën e popullit të tij domethënë që e njeh mirë atë popull, traditat e tij, zakonet e tij, sepse ai di se si ti vi pastaj, kur i njeh mirë. Për këtë arsye i dërguari i Zotit sallallahu alajhi wasallam kur i çoi Muadh ibn Jabelin radhiyallahu ta'ala anhu edhe Abu Hurairën kur i çoi në Yemen, çfarë i tha? Ju do të shkoni tek një popull që janë idhtar të librit, pa nuk e të bësh me arab shkretire, me beduin, me noman, cilët i thon kush e ka bërë qiellin Allah, atëherë adhuro Allahun, mos adhuro zotat, thjesht fare, 1+1 = 2. Jo, ke të bësh me një popull që janë idhtar të librit, kështu që do të mësosh argumentet e tyre. Sepse aty nuk mund të flas për Zotin, se ka Zot. Kjo është çështje e mbaruar tek ata. As nuk u flitet për melajket, as nuk u flitet për ditën e gjykimit e tjerë, por se u flitet për korrigjim konceptesh. U largohen dyshimet për librat, për profetin e tjerë të rëndësishme, domethënë njohësh njerëzit të cilët i fton fenë e Zotit xhalla xhelaluhu. Në rangun individual, njohësh individin që ke përpara. Për këtë arsye shumë vëllezër gabojnë. E nisin me fjalë të mëdha ndërkohë që përpara kanë dikë që është shumë i thjeshtë, e lodh dhe e mundon tjetrin. Dhe flasin shumë thjesht me dikë që kush e di sa herë ka përtyp të tilla argumente. Për këtë arsye njohja e personit që ke përpara shumë e rëndësishme, është çelësi më i rëndësishëm ndaven pa ftesën e njerëzve në fenë e Zotit xhalla xhelaluhu. E treta, të njohësh mirë format dhe mënyrat e depërtimit. Pa ti mund të kesh dije për Islamin dhe mund të njohësh njerëzit që ke përpara, mirë po nuk di të komunikosh. Nuk di si ta shprehesh. Ke ndoshta moral që nuk përshtatet fare me njerëzit që janë përpara. Për këtë arsye Zoti xhalla xhelalu në ajetin tjetër kuranor thot: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Fto në rrugën e Zotit tënd me urtësi. Ç'është urtësia? Ta vendosësh gjën e duhur në vendin e duhur, në kohën e duhur, në formën e duhur. Nëse një nga këto katërta prishet, do të thotë se nuk është urtësi, po është jo urtësi. Formën e duhur, në mënyrën e duhur, në kohën e duhur, në vendin e duhur. Pra domethënë, kur vjen kjo vëllai, kjo vjen sigurisht mbas një dije, mbas një leximi, mbas një studimi etj. Thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe me këshill të mirë. Pra urtësia të jetë shoqëruar me këshillën e mirë. Pra tjetri të kuptoj prej teje që ti nuk don vetëm se udhëzimin e tij, dhe se mbas asaj nuk ka asnjë lloj interesi. Dhe debato në formën më të mirë. Pra nëse është e nevojshme për të bërë debat, ndonjëherë debato, por se në formën më të mirë. Wala tujadilu ahla al-kitabi illa billati hiya ahsan. Thot Zoti, mos debatoni me idhtarët e librit vetëm se në formën më të mirë. Sepse janë njerëz që ka shumë gjëra ku ti mund debatosh, ka shumë pika të përbashkëta që mund ngrihet debati i shëndosh konstruktiv. Atë këshilla është në lidhje me këtë temë që o vëllezër të lexojmë sa më shumë edhe libra që trajtojnë davetin, format e davetit, mënyra se si ftohen njerëzit, libra që flasin për urtësinë, ka libra që janë përkthyer për urtësinë. Të shohim se si pejgamberi sa i ka ftuar njerëzit, se si Zoti xhalla xhelaluhu herë flet për xhenetin, herë flet për xhenemin, herë sjell ndonjë tregim nga popujt e profetët më përpara të gjitha këto janë forma dhe mënyra që njeriu duhet të ketë parasysh gjatë ftesës së njerëzve në fenë e Zotit xhalla xhelaluhu. Pa që është shumë e rëndësishme në këtë kapitull është dija, karakteri dhe morali. Qofse bashkohen këto të dyja tek personi me shpresën e Zotit xhalla xhelaluhu, duke u shoqëruar kjo me urtësi, me maturi, pa u ngut, duke mos dashur që rezultatet dhe frutet e davetit të jenë frutet çastit ose ditë të viteve, me shpresën e Zotit ky njeri ka sot sukses, edhe nëse nuk e jep Zoti sa është gjallë,
do ta gjejë ditën e gjykimit tek Allahu xhalla xhelalu.